Vendosni një qep në çorape dhe shikoni çfarë ndodh. Edhe neve na duket e çuditshme, por nuk mund ta imagjinojmë se çfarë ndodh kur vendosim qep në çorape ndërsa flem. Pjesa e poshtme e këmbëve tuaja është pika e fuqishme dhe drejt për drejt e aksesit në organet e brendshme të trupit tuaj përmes atyre që njihen si meridianët në mjekësinë kineze. Meridianët janë shigjeta të çdo organi në trupin tuaj. Dhe njerëzit thonë se meridianët nuk ekzistojnë në trup ose në pjesën e poshtme të këmbëve. Gjithashtu, për ato që e kuptojnë mjekësinë kineze mund të dinë se sistemi meridian është shumë i lidhur ngushtë me sistemin nervor. Në momentin që vendosni qep në shputën tuaj, këto meridian do të jenë në kontakt të drejtë për drejtë. Prandaj, hapi i parë, prisni qepën në feta. Më pas, vendosni qepën në çorape nën këmbët tuaja dhe shkoni të flini. Kjo do të përmirësojë pastrimin e gjakut, do të vrasë bakteriet dhe mikrobe dhe patogjenët e tjerë të cilët dëmtojnë imunitetin dhe do të ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin e ftohjes në situatat tuaja më stresuese.